Viteve të fundit janë dhenë premtime të mëdha, por rezultatet kanë qenë shumë të vogla. U fol shumë për drejtësi, por u krijua pasiguri. U fol shumë për zhvillim, por u rritën çmimet, u shtrajtu kosto jetesës dhe u përkeqësu jeta edhe standardi jetesës qytetarëve të Kosovës. U fol për sovranitet, por u dobësuan aleancat. Kosova nuk ka dështuar si shtet, por Kosova është këtë qeverisur. Dhe sot, çmimin po e paguajnë qytetarët tonë. Me pagat e ulta, me furnizim jo stabil me energji elektrike dhe çmimet larta, me të rinj të cilët nuk e shohin shpresën që të jetojnë në Kosovë, por e shohin shpresën në emigracion dhe lëvizje jashtë Kosovës. Kjo është arsyeja pse unë kandidoj për kryeministër. Ne besojmë në politikën që krijon mundësi dhe që zgjedh probleme. Asnjë vend nuk mund të ecë përpara kur politika shndërrohet në fushë betejë, e kemi provuar këtë. Nuk ka funksionuar.